Tash të bëjmë edhe myllin edhe konkluzionet e 840 Grand Coupe. Me thonë drejtën pëlqeu shumë edhe mu duk më mirë se që prisja. Po, që kur është BMW e llogarit që do jetë më sportive se tjerat, se është ultimate driving machine, jo pa arsye. Po kjo është makinë e madhe, nuk sillet fort si e tillë në kthesa, nuk duket aq e madhe sa është. Si dizajn, po ta shohësh nga jashtë është goxha e madhe, është e bukur. Trash nav, sado tash më sportive është benzina. Edhe 840 Ci ishte me B58, që kanë shumë potencial ato për të modifiku, dhe ishte akoma më sportive. Po ky motori trash nav i përshtatet çaj se kjo është Grand Tourer, nuk është makinë për me shku në pistë, për gara. Kjo është makinë për përditshmëri, po kur e do atë sportivitetin, kur do mes pak shpejt, kur do me parakalu pak, kur do mu fut në përkthesa pak më shpejt, të afron atë mundësi, edhe mbetet prap vjen komfort, i sedile me ftoje, i me audio, me muzikë mirë, me gjitha, nuk më nga si gjo. Për herë më kam pëlqy këto, edhe 620 për para, akoma s'kam bo, për i kam shumë qef edhe ato, edhe shumë vetave kam sugjeru, sidomos për çmimin që kanë ra, edhe këty nuk ka ra goxha. Po nuk janë të 620 që janë normal, atë janë më lirë, po kjo është moderne, kjo e gjitha, drive-in e funit, cross-coating digital, panoramik, alcantara, tapicerin komplet lëkur, me qepje, me gjitha. Nuk i mungo asë si gjo, më thoni dhe ju cilën do kështë zgjedh, së 820, Panamerën, naft, apo CLS 400.